Luizilli, fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, bëri bujë me pamjen e tij kur vendosi të zbarte flokut gjatë qëndrimit në shtëpi. Ky stil mbeti i paharruar për fancat dhe u kthye në një shenjë dalluese për të. Por pas disa vitesh, Luizilli ka vendosur të rikthehet tek pamja e tij natyrale, duke hequr ngjyrën e flokëve. Ai ka surprizuar fancat duke u shfaqur ndryshe pranë bashkëshortës së tij, Kiarës, dhe menjëherë ka marrë vëmendje nga ndjekësit që e komentuan për pamjen e re. Na duhet t'ju kujtojmë se fancat e Luizillit dhe Kiara Titos janë të shumt, andaj komplimentet kanë qenë më mira në foton e tyre të publikuar së bashku. Nga ana tjetër, na duhet t'ju kujtojmë se Kiara Tito dhe Luizilli u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe dashuria e tyre ka qenë mjaft e sinqertë, ku na do të themi se ishte një lidhje me plot kritika, por Luizi dhe Kiara ja dolën që t'i vërtetojnë të gjithëve se dashuria e tyre triumfoi mbi gjithçka dhe tani ata janë të lumtur dhe janë të bekuar me një vajzë të quajtur Luna Mari Elli. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.